Shikues të televizionit Ora News, mirë mbroma. Ky është emisioni Alert, si çdo të premte në orën 21 dhe ritransmetimi të shtunën në 13:30. Do të flasim sot për dy çështje në fakt që lidhen me cilësinë tonë të jetesës, me situatën në ferma, situatën e bimëve, situatën e biznesit në tërësi, por në fillim fakt para se të prezantoj dy temat sigurisht të ftuarit, dua ta nis siç e bëjmë thuajse çdo të premte në fakt me alerte që vijnë nga Rapex për produktet jo ushqimore dhe ne kemi veçuar sot disa produkte, janë konkretisht 3 produkte, me qenë se ka filluar edhe stina e verës, temperaturat e larta, një pjesë e mirë shqiptarëve kanë filluar edhe pishinat ose plazhin. Dhe siç Rapex i Komisionit Evropian raporton fakt në çdo fillim vere ose edhe gjatë verës patjetër, produktet e mbrojtjes së fëmijëve, ato kamerdaret, krazat, braçalet e tjera, her pas here përbëjnë risk për konsumatorët sepse nuk ofrojnë, dhe veçanërisht për fëmijët dhe njerëzit që nuk dinë not në tërësi sepse nuk ofrojnë sigurinë e duhur. Rasti konkret ka të bëjë me 3 lodra fëmijësh, janë në forma që ju i ndiqni edhe në ekran. Janë konkretisht ato kamerdare me forma edhe të ndryshme, rosaku apo siç ishin ju kafshësh të ndryshme, ku këmbët e fëmijëve futen brenda dhe ato pra mbi to dhe pluskojnë në ujë. Risku në këtë rast ka të bëjë me mbytjen e fëmijëve, me rrezikun e mbytjes fëmijëve nëse fëmijët lihen në ujë, në pishinë ose në det pa monitorimin apo mbikëqyrjen e prindërve ose të rriturve, sepse risku konkretisht nuk ka lidhje me çarje apo shfryrje të tyre, por me rrëzim, rrotullim dhe duke qenë se këmbët e fëmijëve janë të futura mes dy vrimave që kanë këto kamerdare, e kanë pa mundur të pluskojnë ose të rrotullohen dhe dalin sërish në sipërfaqe duke shkaktuar mbytjen e tyre. Ndërkohë, siç po ndiqni edhe në ekran, në alert.al mund gjeni edhe linkun e plot, në fakt me gjithë produktet jo ushqimore të raportuara këtë të premte nga Rapex, ku mes cilave në fakt përveç produkteve të higjienës, kozmetikës, kremrat e plazhit që nuk ofrojnë mbrojtje, ato tjerat me kimikate të rrezikshme, lodrat e fëmijëve vazhdojnë të jenë risk për çdo raportim, ka edhe një sëri orësh në fakt, të cilët përbonin risk metali i tyre për shëndetin, bliheshin kryesisht edhe kamerdarët në fjalë, bien kryesisht në Amazon, por mund gjenë edhe në platforma tjera online ose në tregje e dyqane. Kthehemi tek tema e ditës. Në pjesën e parë, në fakt, do të flasim për murtajen e ruminantëve të vegjël. Është një smundje e cila fatkeqësisht prej disa ditësh ka prekur edhe Shqipërinë, një smundje e kafshëve e cila duhet theksuar që në fillim që nuk është zoonotike, nuk transmetohet nga kafshët tek njeriu. Ka prekur edhe Shqipërinë, kishte prekur në vitin 2024 masivisht Greqinë dhe Rumaninë. Gjithë masat e institucioneve tona u morën që kjo smundje të mos përhapet, ndaloi importi i kafshëve nga këto vende dhe veçanërisht Greqia që është vend kufitar me pjesën e jugut apo të juglindjes së Shqipërisë. Por ndodhi në fakt aty ku nuk pritej, në Shkodër dhe në Dibër, rasti i fundit dje dhe që ka konkluduar sot me azjesim po në Dibër të një tufe të imtash konkretisht dhi. Kam të ftuar për diskutuar për këtë çështje në pjesën e parë të emisionit zotin Sulejman Kullolli, është drejtori i përgjithshëm i Autoritetit Kombëtar Veterinarisë dhe Mbrojtjes bimëve, për procedurën duhet ta them i komanduar ose në detyrë. Faleminderit që jeni në studio. Faleminderit dhe juve për ftesën. Është kënaqësi diskutojmë gjithmonë për çështje të rëndësishme, kaq të rëndësishme në fakt për fermerët tanë, ndërkohë në dy pjesë të tjera të emisionit, pjesën e 2 dhe 3, do të flasim për alertet e produkteve shqiptare që rezultojnë në BE, po konkretisht të bimëve medicinale. Dhe pse konkretisht për këto do ta ndiqni në pjesën e 2 dhe 3 me dy të ftuar tjerë. Zoti Kullolli, siç e përmenda ju po e prisnit ose risku më i lartë ose masat e shtuara në fakt kanë qenë në pjesën e kufirit me Greqinë ose ndalesa edhe e importit kafshëve nga Rumania përveç Greqisë po. Ndodhi në Shkodër, unë po lexoj në fakt rasti i parë dhe rasti i dytë dje, që përbën edhe lajm sepse ende nuk është publikuar, ka qenë në qarkun Dibër, që ka konkluduar me analizat e brenda ditës në laboratorin ISUV, Instituti Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë, dhe që është konfirmuar dhe sot është kryer azgjësimi i kafshëve. Më lejoni të lexoj një moment njoftimin zyrtar të Autoritetit Kombëtar të Veterinarisë dhe Mbrojtjes bimëve, i cili thotë se është rasti i parë është identifikuar një fermë të mbashtimit të kaprinëve ose dhi në njësinë administrative post-rib qarku Shkodër. Masat e marrën në terren nga shërbimi veterinar janë analizuar nga laboratori referencës, pra ISUV, siç e thash më herët, i cili ka konfirmuar praninë e virusit
PPR. Pas konfirmimit janë marrë masat e tjera, nuk po e lexoj të plot, ndërkohë numri 0833-66 është numri jeshil i Autoritetit Kombëtar Veterinarisë dhe Mbrojtjes Bimëve, në formë informimi po e bëj për gjithë fermerët që mund të kenë probleme me timtat e tyre dhe shfaqin shenjat të cilat do të na shpjegoj gjatë kohës zoti Kullolli, ndërsa Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë së Kosovës ka njoftuar me 5 qershor, pra ditën e djeshme, se ka ndaluar importin e deleve, dhive, pra nga qarqet Shkodër dhe Kukës në Shqipëri për shkak shpërthimit të kësaj sëmundje. Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë vendos ndalesë përkohshme për import të ruminantëve të vegjël, pra të imtave, dhi dhe dele nga regioni i Shkodrës dhe Kukës në Shqipëri, pas lajmërimit për konfirmim të shpërthimit të sëmundjes Pest Despetic Ruminantëse, të kafshët e llojit të dhizë dhe në qarkun e Shkodrës. Autoritetet kufitare dështojnë masat e kontrollit në gjitha pikat kufitare me Shqipërinë, me qëllim parandalimin e futjes së sëmundjes në territorin e Republikës së Kosovës. Në fakt, edhe Agjencia e Ushqimit edhe Veterinarisë Kosovës nuk ka pasur informacion në lidhje me rastin e fundit, pra ditës djeshme, i cili është konfirmuar dje mbas ditën e ejtë dhe sot ka konkluduar e përsëris me asesimin e kafshëve edhe në qarkun Dibër. Zoti Kullolli, po e prisni ta ndej dhe ju ndodhi. Çfarë ndodhi konkretisht? Si u njoftua, çfarë tufe ishte ajo e Shkodrës e Postribës dhe pastaj kalojmë tek Dibra? Atëherë, faleminderit për ftesën. Shpresoj kjo intervistë në emisionin tuaj të ndigjet nga fermerët dhe stabilimentet cilët marrin, mbashtrojnë kafshë të imta, ruminantë të vegjël pra, që të rrisin masat e biosigurisë dhe të mbajnë kontakte me shërbimin veterinar në mënyrë që ne të zbulojmë sëmundjen dhe të marrim masat kufizuese për parandalimin dhe azjesimin e kafshëve kudur, sepse do minimizonte dëmet ekonomike në këto ferma dhe përpasoj edhe dëmën ekonomik shkallë vendi. Rasti i parë në u shfaq në datën 3/6 në Shkodër, në një fermë që mbashtronte rreth 15 krerë të imta. Mbas kontrollit që ushtroi Shërbimi Veterinar Rajonal, duke u nisë nga shenjat klinike, mori mostrat dhe i dërgoi në laboratorin e referencës ISUF, ku rezultoi me PPR, pra me sëmundjen e ruminantëve të vegjël, dhe më njëherë u morën masa konform ligjit dhe planit kontingjencës të miratuar për këtë sëmundje. U vendos ferma në karantinë, u ngrit qendra kombëtare e krizës, e cila koordinon të gjithë veprimtarinë e autoriteteve të marrëndshme dhe autoriteteve të tjera për marrjen e masave dhe parandalimin e përhapjes së sëmundjes. Ferma është vendosur në karantinë 21 ditore dhe të gjithë kafshët e kësaj ferme u eliminuan sipas metodave përcaktuar ligji dhe plani i kontingjencës dhe u azjesuan. Përveç pjesës karantinës fermës, në zonë ushtrohen kontrolla aktualisht në kuptimin të shtuara monitorimet tufave të tjera të ferma. Atje kryesisht besoj ajo zonë nuk ka ferma mbarësimi të mirëfillta në stabilimente, por besoj tufat lira që mbahen në shtëpi. Nisur nga plani e masave që përcakton plani i kontingjencës për këtë sëmundje, u përcaktua zonat 3 dhe 10 kilometra, ku Shërbimi Veterinar ka ngrit grupet e kontrollit dhe monitoron gjithë zonën për shenjat klinike, bën inventarizimin e tufave dhe ngrit 2-3 postblloqe në rrugë për kufizimin e lëvizjeve të këtyre kafshëve. Nga mund të ketë ardhur, sepse ajo transmetohet nga kafsha te kafsha, nuk është se është si puna e gripit shpendëve, për shembull, që transmetohet edhe nga zogjtë e egër apo ku diun ato që s'mund t'i kontrollosh. Sëmundja e PPR-s ose e ruminantëve të vegjël është sëmundje që zhvillohet në 3 faza. Faza preakute, akute dhe subakute. 2 fazat e para janë fatale, sepse sëmundja me shfaqjen shenjave klinike brenda 3-4 ditëve kemi ngordhje masive, dhe forma subakute është çik më e zgjatur, ku ngordhet shkon nga 3 deri në 10 ditë. Sigurisht që shfaqja e sëmundjes në një fermë të vogël në Postrib të Shkodrës
mund të shërbimi veterinar ka bërë hetimin epidemiologjik, sigurisht ka fermeri ke dekleru dhonat dhe rezultoi që ky i ka ble gjatë tyre muajve të vitit nga 3 nga 4 kokë, sipas deklarimet në treg. Sigurisht që shërbimi veterinar vazhdon hetimin dhe gjurmëshmërinë në rastet dhe në përfundim të gjurmëshmërisë dhe të hetimit epidemiologjik, ne do marrim masat e cilat janë të parashikuar në ligj. Rregulloria e OIS, Organizatës Botërore të Shëndetit të Kafshëve, parashikon karantinim më njëherë që marrje mostrash dhe konfirmim në laborator që e keni bërë, dezinfektim me fenol dhe pra të besoj të fermes dhe të gjithë mjeteve ose tjera që mund të lëvizin aty, azjesim të kafshëve dhe kontroll të vatrës. Azjesimi si është bërë i tyre? Atëherë, shërbimi veterinar i ka marrë të gjitha masat siç ju përmendët, duke filluar nga eliminimi, është bërë me metodën pistolet. Ne i kemi grupet e veterinarëve të trajnuara për këtë eliminim. Pistoletat i kemi marrë nëpërmjet projektit FAO, të cilët veterinarët janë trajnuar për mënyrën se si eliminohen kafshët me këtë lloj mjeti. Mënyra e azjesimit, ekzistojnë 3 mënyra azjesimi: groposi, djegje dhe incinerim. Në rastin e Shkodrës ne përdorim metodën e incinerimit të azjesimit. Përkundrejt tyre, shërbimi veterinar merr edhe masat e dezinfektimit të fermës, ku ndodh sëmundja, me atë dezinfektant cilë ju përmendën që bëjnë eliminimin e virusit në fermë. Kalojmë pak te rasti i Dibrës, pastaj diskutojmë për çështjet përgjithshme për të dyja rastet. Në zonë të Dibrës është ky rast, domethënë i fundit, dhe sa ka qenë tuka? Ky është një fshat njësisë administrative Kastriot, në bashkinë e Dibrës, një fermë e cila kishte gjësej 200 krerë, dhe nga deklarimet e fermerit të rezulton që ati nga momenti që kishe fillu sëmundja, kishin ngorë disa krerë, dhe kur vajti shërbimi, mbasi njoftoi shërbimin veterinar dhe shërbimi veterinar vajti në fermë, konfirmoi se ai kishte 150 krerë bakti, dhe i kishin ngorë 10 krerë. Nga ato kafshët e smura mori mostra, i dërgoi në laboratorin e referencës në ISU, dhe në dje, me datën 5/6, në rezultoi që edhe në këtë fermë kishim shfaqje të sëmundjes së ruminantët vegjël. Si shpjegohet dhe më lartë, edhe në këtë fermë shërbimi renal Tiranë mori të gjitha masat duke vendosur në karantinë, dhe sot është bërë edhe eliminimi i këtyre kafshëve, rreth 134 krerë, se pjesa tjetër ngordur, dhe u eliminon me metodën pistolet dhe u groposën në vend groposën e caktuar nga bashkia për atë njësi. Sigurisht që morën dhe masat e tjera, dezinfektimi i fermës, edhe janë ngritë grupet e kontrollit në zonën 3 dhe 10 kilometra për monitorimin e fermave dhe në qoftë se do shfaqen bakti me shenja të kësaj sëmundje, atëherë do merren mostra dhe do dërgohen në laboratorin e referencës në mënyrë që ne të marrim të gjitha masat që kjo sëmundje të kufizohet dhe të mos kemi përhapje në fermat e tjera të këtij rajoni së këtij qarku. Dua të ndalim shkurtimisht tek pjesa e mënyrës së azjesimit në këtë rast, sepse e thatë me groposje në një zonë të miratuar nga bashkia e Dibrës. Duke referuar situatës së 2022 me gripin e shpendëve në qarkun Durrës, edhe një pjesë në Tiranë mos gaboj, kishte probleme, ose jo, qarku Durrës ka qenë, që kishte probleme derisa u dha leja e bashkisë nga bashkia tjera për caktuar vendin e tjera. Si u konkludua kaq shpejt në Dibër për të caktuar vendi i groposjes? Bashkia Dibër i ka pas miratuar prej 2 vjetësh, nga 2023, mbas shkresave i ka përcjellë në drejtorinë e përgjithshme të Autoritetit Kombëtar të Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve. Problemi kryesor, dhe unë përfitoj nga ky emision, bëhet thirrje disa bashkive të tjera në vend, që janë gati 12 bashki, të cilët akoma nuk i përgjigjen shkresave zyrtare që ka dërguar Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural
Drejtoria e përgjithshme AKM-s ndër vite dhe akoma ato nuk na kanë dhënë një zgjidhje për caktimin e vendgroposjeve. Unë i bëj thirrje nga ky emision që ta marrin seriozisht, unë i mirë kuptoj ata, sepse kanë edhe shumë detyrë dhe punë të tjera, por mendoj që edhe kjo është një detyrë ligjore që ato e kanë dhe duhet ta zbatojnë, sepse kemi të bëjmë me ruajtjen e mjedisit dhe mbi gjitha me shëndetin publik. Dhe duke përfituar nga ky emision, duke qenë në këtë gjendje alerti me një sëmundje që ka një fatalitet për ruminantët e vegjël dhe kur ne akoma nuk dim se sa do shkojë përhapja dhe nëse kjo do përhapet në mënyrë masive, atëherë ngordhet do jenë me shumicë dhe ne do ngelemi në ngarç. Prandaj ju bëj thirrje sa më shpejt të miratojnë këto vendgroposje, sepse kështu është edhe situata. Të kthehemi tek situata reale e paktën 2 fermave që kemi të konfirmuara. Edhe Dibra, nga mund të ketë ardhur, ku cili mund të jetë burimi, ka pasur kafshë të blera, çfarë ka deklaruar pronari i fermës bashkë me atë të Shkodrës, Malësi e Madhe, mos gaboj, Postrib ku ishte. Postrib. Edhe ky fermer deklaroi shërbimi veterinar që ka blerë një sasi kresh, jo të gjitha, nga tregu, thot, dhe nuk na jep Nuk japin informata më të holla. Gjithsesi shërbimi veterinar është në ndjekje dhe në gjurmëshmëri dhe shpresojmë që shumë shpejt ne do identifikojmë dhe do marrim masat siç i përcakton ligji. Ka vazhdojnë shesin dhe të blejnë pa faturë? Ose pa një dokument? Se tani treg i lirë është, po janë edhe individesh, po gjithsesi kur hyn në një treg që mendohet që ka qenë informalizuar, tregu i aktive, për shembull Dibër duhet ketë besoj. Ose ka Shkodra 2 tregje kafshësh të gjalla. Përveç është Bushati dhe një tjetër afër Varrezave të Shkodrës, mos gaboj. Po është Sheq, kafshat Sheq më duket është. I gjë ngjashme diku afër Varrezave të Shkodrës. Atëherë ne në shkallë vendi kemi 6 tregje të licencuara. Sheqet. Kemi 6 tregje të licencuara, ku ne kemi shërbimin ton veterinar aty, që ndjek procesin e trajtimit të kafshëve në treg, i pranon me certifikatë me matrikull dhe në të njëjtën kohë i lëshon certifikata për destinacionin thertore ose fermë. Kurse në pjesët tjera të territorit nuk kemi tregjet miratume, ne herë mas here i kemi drejtuar bashkive si autoritete kompetente për menaxhimin e territorit tyre që të mos na lejojnë grumullime, vend grumullime kafshës pa miratuar, sepse na shkaktojnë probleme me gjurmëshmërinë e kafshëve. A është Miloti miratuar? Jo, Miloti nuk është i licencuar. Nuk është i licencuar, vazhdojnë të funksionojnë si 1920. Ne i kemi kërkuar bashkisë Kurbin. Po, ata s'kanë pyetur kur në fakt për institucionet publike për ta, por edhe për krijuar kushtet, është jashtë çdo standardi. Bashkia e Kurbin na ka njoftuar që do bëjnë një investim dhe shumë shpejt do ta kthejnë një treg. Se Bushati e Shelqeti janë të kontrolluar në fakt. Kanë edhe disa kushte. Po. Ka tjera, Vlora ka, mos gaboj, Firi ka një treg. Vlora nuk jam i sigurt, trajtoshin poshtuar se ka Firi, Berati, Rogozhina, Tapiza. Po, Rogozhina, po, Tapiza, po. Dhe Shkodra dhe një treg tjetër, mos gaboj, në Elbasan. Këta 2 fermerë, me gjithë domin që është shkaktuar, a duhet kenë një farë përgjegjësie për të treguar se ku i kanë blerë, sepse në fund nuk është faji tyre që nëse kafshët kanë qenë matrikulluara, po themi, nuk është faji tyre që u ka ndodhur kjo sëmundje. Sigurisht ata janë sot në hall financiarisht, se ai që ka pak krerë nga halli ka pak. Qoftë nga mundësitë ekonomike, qoftë nga krahu i punës për t'ia mbajtur, po a duhet kenë një farë përgjegjësie për treguar me qëllim që ju ta ndiqni zinxhirin për parandalimin e përhapjes kësaj sëmundje. Unë do i bëj thirrje të gjithë fermerëve dhe stabilimentet të cilat merren me mbështrimin dhe trajtimin e tyre lloj kafshëve, pra ruminantë vegjël, që ne kemi në dispozicion numrin 0836 36. 0800, më 36 kur mund na japin një ishte 3366. Po 3366. 0800 3366. Ku mund na japin informacionet për të gjitha llojet, qoftë edhe për shenjat e sëmundjeve, por qoftë edhe për problemet të tjera, dhe ne jemi gatshëm të ndihmojmë ato. Ju bëj thirrje që
bashkëpunojnë me shërbimin veterinar, sepse matrikullimi, lëshimi i certifikatave, shërbimi në tregje, ato nuk do harxojnë as kohë, as para. Këta janë të gjitha falas nga shteti, ato nuk kanë për të ardhur në për institucione, shkon veterineri në ferm, ju bën matrikullimin falas, thirret veterineri për lëshimin e certifikatës shëndetësore, ku kontrollon kafshët edhe përgjigjen shëndetësore dhe plotson certifikatën për lëvizjen në treg. Pra, duhet na mirë kuptojnë dhe duhet bashkëpunojnë, sepse një telefonat ke veterineri atyre do ju zgjidhë shumë punë, pa kosto dhe do t'i ndihmojë në parandalimin e këtyre sëmundjeve. Në rastin kur timtat, po flasim gjithmonë për timtat dhe mortarin e ruminantëve të vegjël, pra këtë sëmundje, a ka shenja të ngjashme me sëmundje të tjera me cilat fermerët mund t'i ngatrojnë, e para dhe kujtojnë që është X sëmundje dhe jo kjo, dhe e dyta, a është rëndësishme sepse para emisionit më tha që rasti Shkodrës kishte njoftuar një veteriner privat dhe jo veterinerët zyrtar të cilët mund të kishin ndërhyrë në kohë atij ndodhi, po të paktën për të parandaluar përhapjen. Sigurisht që ligji parashikon që edhe veterinerët privat, fermeri mund të lajmërojë edhe ato veterinerin privat, pra veterinerin më të afërt që ai ka, sigurisht që veterineri privat kur merr informacion dhe shkon ferm, është i detyruar që të lajmërojë veterinerin zyrtar të shërbimit dhe për rastin e sëmundjes për shenjat klinike në mënyrë që të merren masat konform ligjit dhe masave që përshërkohen në urdhrat e ndryshme të nxjerrë nga Ministria. Në rastin konkret në Shkodër, veterineri privat nuk e njoftoi shërbimin dhe ne morëm indicje nga një media lokale ku fermeri ishte ankuar dhe mbas kësaj indicje shërbimi veterinar vajti dhe mori ato masa që unë i përmenda më lartë. Në lidhje me pyetjen e shenjave klinike të ngjashme të sëmundjeve, pra me çfarë sëmundje është tjera ka shenja ngjashme dhe çfarë sëmundja e mortajes ruminantëve të vegjël është ka shenja klinike të përafërta me nekrobacilozën, agalaksin dhe ektimin kontagiozë të dhëmbëve dhe dhive. Dhe kjo shfaqet për herë të parë në territorin e Shqipërisë, pavarësisht trajnimeve, materialeve për këtë sëmundje, veterinerët privat kryesisht mund të ngatrojnë, prandaj të marrin lidhje me veterinerët zyrtar të shërbimit në mënyrë që ato kur ndodhen përpara këtyre sheva, lajmërohet menjëherë që të marrin mostra dhe vetëm laboratori i referencës mund të përcaktojë përfundimisht se është kjo mortaja apo një sëmundje tjera. Qartë. Vaksinimi, a e parandalon këtë sëmundje? Edhe vaksinimi, kjo sëmundje herë ka vaksin, edhe vaksinimi është një e parandalon këtë sëmundje, por ne në varësi të ecjes situatës, Qendra Kombëtare e Krizës do marrim masa dhe një ndër masat mund të jetë edhe vaksinimi i këtyre kafshëve. Pra ka një vaksinë e cila e parandalon këtë sëmundje. S'ka mundësi që Greqia atëherë shkojë në kolaps nga kjo sëmundje në kuptimin pjesa e bagëtive timta? Greqia është një vend i Bashkimit Evropian ku eksporton kafshë, edhe kuptohet që kur ndërhyret me vaksinim ke problemin humb të rrethin e eksportit për eksport. Ne si vend nuk eksportojmë kafshë, kështu që në varësi të përhapjes së sëmundje do ketë edhe vendimarrje të tjera. Unë her pas here mendoj me gjithë rëndësinë e eksportit në fakt që për sa kohë nuk eksportojmë qoftë kafshë, qoftë produkte me origjinë shtazore, vazhdojmë të kemi tona të mira, sepse gjithë mirat do shkojnë në BE pastaj, edhe për shkak të çmimit, kuptohet. Kështu që zoti Kullolli, unë të falenderoj që ishe në program sonte. Do doja që ta bëni thirrjen e fundit pra në këto minuta për gjithë ata që na ndjekin në lidhje me njoftimet, me masat që duhet të kenë vetë ata, të paktën në këto periudha mos të tregtojnë kafshë, shesin, blejnë, derisa të ketë një konfirmim zyrtar që nuk ka sëmundje në gjithë territorin e Republikës. Flas për këtë sëmundje. Atëherë thirrja ime për gjithë fermerët dhe stabilimentet të cilat mbashtojnë kafshë ruminantë të vegjël,
Në këto moment, unë i betire që ato, mirë sa shikojnë që në fermën të tyre ka probleme në shëndetin e tyre, njoftojnë mirë shërbim veterinar, sepse kjo do ndikojnë në marrjen e masave dhe ndalimin e përhapjes së sëmundjeve dhe shkaktimin sa më pak të dëmave në fermat e tyre. Siç thash edhe më lart, ne kemi në çdo njësi administrative veterinare zyrtar, i kemi në terren për ditë, kështu që ju lutem na mirëkuptoni dhe bashkëpunoni në këtë situatë që ne të marrim masa dhe ta mbyllim teme sa më pak humbje për fermat dhe minimizojnë dëmin ekonomik. E tha që dëmi është i madh, pra shfaros fermat e timtave dhe nuk transmetohet tek njerëzit, do doja ta theksoja. Pra kjo nuk është një smundje zoonotike, pra nuk transmetohet tek njerëzit, nuk ka rrezik për shëndetin e njerëzve. Por vetëm është fatale, sepse ngordh një, siç e shpjegova më lart, numër të madh ka dhe shkakton dëm ekonomik për fermerët dhe stabilimentet në kuptime më të gjërë edhe. Duke biseduar dhe vinë kështu ide, një fermer shqiptar, ai që ka 10 dhia apo diçka e tilla apo dele, sapo i smuret kafsha, thot po e therr sa s'ka ngordhur, po e konsumoj mish. A konsumohet mish i kafshëve, këshillohet ose lejohet të prekura nga kjo sëmundje? Shiko, sëmundje e mortajs, unë e shpjegoj që nuk transmetohet, nuk prek njeriu. Sigurisht që fermerët të cilët nuk kanë njohuri e tjerë për këtë lloj sëmundje, mund ndodh ajo që theti edhe mund ta therin, por unë siç shpjegova më lart, gjithë theret që ndodhin sot ndodhen në thertore ku kontrollohen nga shërbimi veterinar, theret kafshët që shkojnë në thertore shoqërohen me certifikat. Ai postri që ka 10 për vetes ka për ta çuar thertore në boshpiz dhe theret. Ju bëj thirrje edhe një herë fermerëve që në momentin që shfaqen shenjat klinike të sëmundjes, as mos e therin, as mos tentojnë t'i trajtojnë, por të njoftojnë mirë shërbimin veterinar për të marrë masat siç e përcaktojnë plani i kontingjencës për luftimin e kësaj sëmundje dhe ligji i shërbimit veterinar. Faleminderit shumë që ishe në alert. Shpresoj që t'ju ketë shërbyer të gjithë fermerëve dhe mbashtuesve të kafshëve të INTA në këtë rast. Kjo pjesë e parë e emisionit, mos u largoni nga ekrani i Ora News, në 2 pjesë të tjera do të flasim për një tjetër çështje po kaq të rëndësishme. Publicitet. Jemi kthyer në alert në këtë pjesë të dytë dhe siç anonçova edhe në fillim të programit, do flasim për një tjetër temë po kaq të rëndësishme saqë ishte ajo e sëmundjes së ruminantëve të vegjël, e cila ka prekur Shqipërinë dhe që është mjaft shfarose për tufat e INTA. Do të flasim për bimet medicinale sot apo aromatike, të cilat her pas here, megjithëse jo shumë shpesh në fakt, rezultojnë me alert në vendet e Bashkimit Evropian. Pak ditë më parë, në fakt me 30 maj konkretisht, në Gjermani, kaluar nga Kroacia, lule e tërfilit kuq ka rezultuar me salmonel. Me 19 maj, po tjetër salmonel në barin e një lulje që po eksportuar nga Shqipëria, si kishte emër profesor? Njëmi fletësh, apo? Bar 5. Dhe me 30 prill, klorperifos në Rigon, po të eksportuar nga Shqipëria, ka rezultuar në Itali. Këto janë 3 alertet të 2025, 2024 ka pasur disa të tjera, por që i kemi diskutuar në këtë program në fund të vitit të kaluar. Do diskutoj për këtë çështje dhe për gjithë zinxhirin në fakt se çfarë ndodh me bimet aromatike dhe medicinale, kryesisht ato të kultivuara, por ato të tjera që mund të jenë të egra, me zotin Filip Gjoka, kryetari i shoqatës së bimëve mjekësore dhe aromatike. Mirë se vini në alert. Mirë se u gjeta, sërish. Faleminderit dhe gjithmonë i papërtuar, dhe profesor doktor Alban Ibraliu, është pedagog, kërkues shkencor i resurseve gjenetike të bimëve mjekësore dhe aromatike në Fakultetin e Bujqësisë dhe Mjedisit në Universitetin Bujqësor të Tiranës. Profesor, mirë se vini. Faleminderit për ftesën. Është edhe hera e parë në fakt që diskutojmë në alert. Ndër njerëzit që vinë shumë shpesh në këtë program janë pikërisht profesorët të Universitetit Bujqësor, sepse ju jepni mend në këtë fushë. Zoti Gjoka, po e nis me ju, me qenë se jeni edhe kryetar shoqate, vetë eksportues e tjera. Çfarë ndodh? Ndoshta keni pak dieni për rastin konkret të fundit, po themi të tërfilit kuq në Gjermani.
çfarë ndodh, pse kontaminohen bimët mjekësore? Presupozohet, kur ja thua njerëzve thotë si ka mundësi. Pavarësisht se ato kultivohen nga njeriu, nuk është janë të egra të natyrës. Kombana që ne kemi thonë prej 10 viteve më tepër, mungesa e laboratorëve të akredituar. Ku të kenë mundësi se çdo operator apo eksportues i bimëve mjekësore që eksporton dhe në Europë dhe në Amerikë, cila ka vendosur edhe rregulla shumë të mëdha se Europa kohët e fundit, sjell këtë rezultat të nuk janë vetëm të raste, por ka dhe raste të tjera të cilët janë të ndaluara nga Bashkimi Evropian dhe po testohen, dhe për salmonele më duket pak si e çuditshme, sepse salmonela presupozohet që këtë kompani të cilët i kanë ble nga Gjermania, Franca apo vende tjera, këtë dihet që pjesa dërmuese e tyre është ngarkuar me salmonel, shëritëkoli dhe shëritëkoli dhe ngarkesat e tjera mikrobiologjike. Dhe siç duket subjektet importuese kanë kursyer parat dhe nuk e kanë dërguar për ta kaluar në sterilizim. Problemi aja do ishte zgjidhur me sterilizim dhe besoj që për këtë do marrë përgjegjësi kompania që e ka eksportuar, por problemi i pesticideve dhe kloripirifolit, cili ne e kemi ngrit dhe po vazhdojmë të ngrem me alarm, të gjithë ne, 10 kamion të cilët eksportohen nga rreth 37 eksportues që jemi në vendin tonë, asnjë sot me produktin që kemi nisur, nuk jemi të sigurt se ky kamion do mbyllet me sukses deri tek blerësi. Se ja do dalin me salmonel popo e shëritëkoli nga ngarkesa mikrobiologjike, por jemi të rrezikuar nga kloripirifoli dhe nga pesticidet, dhe sidomos nga pesticidet pa kriter, e cilët ne kemi ngritur her pas here dhe po vazhdojmë të ngrejmë, të cilët dhe një pjesë e tyre që janë të futura i jashtë rregullat Bashkimit Evropian, ku ka mbi 20 vite që këto pesticide kanë dalur nga tregu dhe vazhdojnë të qarkullojnë në Shqipëri. Kjo çfarë ka ndodhur dhe do vazhdoj të ndodhen, jam i sigurt, prap, jo se e tham unë, apo kam gojën zajr, por duhet që Ministria e Bujqësisë, të cilët ne do t'i kërkojmë një takim së shpejti në mënyrë urgjente që bashkëpunim me AKU-n të ulemi dhe të diskutojmë se çfarë mund t'i drejtojmë këtë operator që të paktën azhënaf që të kthehet me salmonele mikrobiologjike dhe për laboratorin që duhet për pesticidet. Pra, jemi të rrezikuar dhe as më tepër industria e jonë, sepse fruta dhe perimet tashmë kontrolli ka qenë akoma më i madh, sepse shkojnë direkt për në ushqim, por tani janë kthyer një kontroll i rrept tek bimët mjekësore. Duhet ta ndaj me ju dhe i bëj thirrje edhe AKU-s dhe Ministrisë Bujqësisë, sepse ka subjekte që ja u kanë kthyer mallin, që më vonë më ta filloi profesor Albani, për bimet PA dhe TA përbara të këqija, dhe kanë tenduar për të grupos dhe për të shuar për të ekzekutuar si mall, e cila kjo normalisht nuk duhet të shkatërrohet, sepse kjo mund kthehet në fabrikë dhe këto barat këqija eliminohen, ripastrohen me dorë, testohen në laborator Gjermani, sepse s'kemi laborator këtu, dhe shkojnë në eksport dhe nuk mund të shkaktojmë kaq dame të mëdha këtyre kompanive të cilët vujnë këto probleme, mungesa analizave, mungesa reklamimeve, mungesa e mbështetjes, zhvlerësimi i dollarit, zhvlerësimi i euros, mungesa e fondeve Bashkimit Evropian, cilët tashmë industria jonë vazhdo të marrë goditje të një ju thonin që azgjësohen, tani kush i azgjëson? Sepse nëse i azgjëson në Gjermani, nuk e çfarë i bën. Mendoj unë, megjithëse mund të ketë bisedime mes 2 ministrive, të bujqësisë apo 2 qeverive. Por nëse kamioni vjen këtu, pra kthim në destinacion, autoritetet thonë ta azgjësosh, sepse ka ardhur Jo, nuk duhet të azgjësosh. Nëse ka dalë me pesticide, për barat, jo.
Kjo duhet kërkojnë në ime, ne kemi shkërshat një bashkëpunim shumë aktualisht azjesohen, të kanë urdhëroni që filluar të dhe kanë azjesoni? patur të dhana, po kërkoj t'i marrë me subjekte me emër dhe mbi emër, dhe kjo është, dhe prandaj do bëjmë të takim, që t'i shpjegojmë ku kemi ndihem dhe profesor të Universitetit Bujësor të Tiranës, që shkencërisht kjo pastrohet dhe eliminohet duke shtuar kostot pastrimit dorë. Kurse kloripirifolit dhe pesticideve nuk e në që bëjbo, dhe me fort është, sepse tashmo ty t'ka ngordh kali, por të pagush për këte kalë për të kërpos, dhe të pagush kompanit e cilet kanë kryo këto shkatrimin e tyre, dhe të pagush dhe një kosto shtes për këte për procedurën e azjesimit. Para se të kaloj të profesori, tha që është ka mungesë laboratorësh. Tani, para eksportit, ju mund të dërgoni produkte në ISUV për t'i analizuar dhe pastaj në privatët e akredituar. Është laborator shtetëror, nuk du ta... Jo, shtetëror është ISUV-i që të garanton eksportin. Dhe të dërgoj Nix laborator këtu shtetëror. Për të bërë disa analiza... Privat apo shtetëror? Shtetëror është vetëm ISUV-i për analiza, unë po thamë, për eksport. Ne kemi dhe gjenën që kërëhe. Isuzën e gjenës që kërë është për ngarkesa mikrobiologike, ati dhe pesticide. Dhe në mostrë shënën numërin, referencën e kësaj, dhe po të njëjtet mostra, unë i tërgoj në laborator në Angli, sepse u du me ditë, dhe i thëmë kompanisë huj, posë të rinë rumë, kjo ngarkes ka salmonell, ka këto ngarkesa mikrobiologike, dhe kje për asysh se kjo mall, sa për të hynë doganën e Gjermanisa për Francën, ajde plëcoj një formular dhe këtë do shkoj të deklaroj në kompani cila krye sterilizimin. Nuk du të bëjmë pas publike atë laboratorin dhe kur më vinë analizat, është që sharakë profesor, sepse me një shkrim dore, pa referencë, pa asigjon, dhe ne të trumë të drejtojmë i laboratoreve private të kushtushme, dhe shpesher kemi kostër shtes, sepse jem të drumë që po të njëjtin kampion të japën në laboratori privat apo shtetor, dhe po të njëjtin të atestojmë të laboratori duke dërguar dhe në Gjermani dhe në Itali. Profesor, çfarë ndodh me bimet medicinale? Pse rezultojnë me problemit? Okej, salmonella tashmë nuk është më gjë e re, të rezulton gjithkund, jetojmë me te, por me pesticide edhe kur njerëzit nuk i përdorin, klorpirifos në rigonu, nuk besoj se përdor kush, edhe pse mund të jetë i kultivuar. Pra, ku qalon gjithë zinxhiri, ndoshta kultivimi, ndoshta përpunimi, ndoshta transporti, ndoshta ato çfarë tha zoti Gjoka, problemet laboratorike? Faleminderit edhe një herë, zoti Sokol. S'pari një të sqarojmë pjesën e asaj që përkon me këtë industri. Duhet kuptojmë që është një nga industrit e cila ka pas një rritje me të vërtet të rëndësishme në vitet e fundit dhe për më tepër gjithë bizneset, edhe për fat kemi këtu përballë kryetarin e shoqatës së bimëve armatike mjekësore të Shqipërisë, kanë kontribuar dhe kanë investuar, le të themi, mundin e 30 viteve të fundit për të përmirësuar, le të themi, edhe për të rritur cilësisht pjesën e asaj që përkon me standardet cilat kanë bëjnë me përpunimin e këtyre bimëve. Pra, do të kuptojmë që është një sektor shumë rëndësishme, së pari. Së dyti, problemet që lidhen drejt për drejt me çështjet të sigurisë ushqimore janë probleme të cilat kanë ekzistuar dhe normalisht sektori ka qenë i vënë në dijeni, le të themi, për vite me radhë. Të sqarojmë pak të pjesën e asaj që përkon me praninë e salmonelës. Që në vitin 2005, Bashkimi Evropian kanë nxjerrë një rregullore të dedikuar pjesës asaj që përkon me praninë e salmonelës edhe të baktereve, enterobaktereve të tjera, në produktet ushqimore dhe tek pjesa e materialit bimor të bimëve mjekësore dhe aromatike. Dhe padyshim që prania e salmonelës është një tregues shumë i rëndësishëm për sa i përket sigurisë ushqimore. Por më rëndësishme nga të gjitha nuk është vetëm thjesht të identifikojmë problemin e salmonelës, më rëndësishme nga të gjitha është të gjejmë zgjidhje për sa i përket mënyrës se si ne do ta trajtojmë këtë problem. Edhe diçka tjetër që zoti Gjoka e sqaroi është që me të vërtetë është kthyer një kamion nga jashtë apo nga Gjermania, por kjo nuk do thotë që ky kamion me salmonel, me këtë produkt me salmonel duhet ta zgjesuar, absolutisht se jo.
të sqarojmë me diçka tjetër, që prania e salmonellës nuk do thotë që produkti është i pakonsumueshëm. Nëse përdoret për çaj, ky produkt i cili kalon në pjesën e trajtimit termik të tij, bën të mundë që ta shkatërrojë salmonellën. Që do thotë, praktikisht ka të bëjë me standardet e cilësisë. Dhe pjesa e saj që përkon me ndotjen që vjen nga salmonella ka burime me vërtet të ndryshme. Duke filluar burimet cilat lidhen drejt për drejt në pjesën e saj që përkon me materialin bimor në terren, me të gjithë pjesën e saj që përkon me të gjitha standardat dhe protokollet që përdoren gjatë kultivimit, dhe padyshim gjithçka që ka të bëjë me ndotjen gjatë procesit të tharjes apo të pasvjeljes. Burimet e salmonellës është mirë që t'i themi dhe të kuptojmë që edhe pjesa e saj që përkon me biznesin nuk mund të do t'i anashkalojë. Por nëse flasim për bimët dhe egra, ato rriten në natyrë. Megjithse këto produkte shpesh janë të kontaminuar nga salmonella. Cila është arsyeja? Burimi i ndotjes vjen nga shpendët e egër, vjen nga kafshët e egra, vjen nga mënyra e trajtimit të këtij produkti pas vjeljes, tharja. Tharja në lagështirë, tharja në rrugë, tharja në kushte të një mjedisi të kontaminuar e bën këtë produkt mrekullueshëm që vjen nga natyra të kontaminohet. Tjetër, pjesa e saj që përkon me ruajtjen, mungesa e standardeve në ruajtje, mosnjohja e këtyre standardeve. Dhe themi tolerimi në procesin e pas vjeljes, në ruajtje, vetëm në magazina, mbasi është trajtuar produkti, është i pastër, dhe nëse ka i përmbajtje shumë të ulët të salmonellave, nën kushtet e lagështisë, cilët kalojnë nivelin e 12%-ve, populatat e tyre, kolonitë e tyre fillojnë të shumëzohen. Pra, me pak fjalë, duhet një kujdes i veçantë i cili përkon gjithë rrugtimin që bën produkti, për sa i përket salmonellës. Dhe biznesi është i njohur me këtë problem, ka më shumë se sa 20 vite, që jam përballur me problemet që lidhen me salmonellën. Për sa i përket pjesës asaj që përkon me ofrimin e mundësisë të identifikimit të problemit, unë mendoj që të paktën vitet e fundit, në Institutin e Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë, unë kam informacion të sigurt që të paktën për sa i përket problemeve mikrobiale, mikrobike të salmonellës, të enterobaktereve, të gjithë këto analiza janë të akredituara. Mikrobiologjikët po. Flasim për mikrobiologjike, janë të akredituara. Flasim për analizat mikrobiologjike dhe normalisht ato kanë facilitetet e duhura dhe kanë mundësinë për të bërë analizat mikrobiale. Ndërsa nëse shkojmë të problemet që lidhen me pesticide, kjo është një çështje tërësisht e ndryshme. Ja, akreditim. Është shumë e domosdoshme që ai institucioni i cili ka kapacitetet e duhura, ka eksperiencën e duhur, sepse ai institut mbulon gjithë pjesën e saj që përkon me analizat e pesticideve tek produktet ushqimore. Ata duan vetëm thjesht kuadrin ligjor, hapësirat e duhura, stafin të trajnuar i cili në pak muaj mund të vjedh në shërbim edhe të gjithë nevojave që ka sektori. Por duhet një ndjesi pozitive nga vendimarrësit, nga Ministria e Bujqësisë, që t'i krijojë facilitetet të institucionit, që t'i ofrojë shërbime të institucionit. Vetëm dërgimi i mostrave të biznesit për analizat, cilat janë analiza rutinë, vetëm dërgimi i mostrave kushton disa qindra euro, pa marrë parasysh këtu kostot e analizave. Dhe gjithë këto kosto mbulon drejt për drejt nga sektori, nga biznesi. Dhe këto kosto rrisin në mënyrë, le të themi, jo korrekte çmimin e produkteve, kostot e produkteve. Po ju po thoni që ISO nuk bën analiza pesticidesh? Jo. Bën një farë gradi për të thënë se këta bojnë edhe brenda vendit. Por më fal profesor, ka kompani sot të cilat ne shesim nëse do me pas vazhdimsi dhe shëndrim në këtë biznes, ti duhet shesish 18. Te kompanitë që janë te final produkti. Ato nuk të njohin. Ato kërkojnë nga 500 lloj apo 400 lloj pesticide të ndryshme që më bëjnë një laborator në vendin tonë. Ata kërkojnë deri në 1200 lloje pesticidesh dhe kur i thon ku analizën e produktit, unë e kam bë tek Isufja, po te Nevalja, po pa përmend. Ai thot, no, forget. Unë dua a akredituar me këtë lloje me standardet me Jo, atë unë dua nga GBA-ja Gjermani, apo nga laboratorë. Pra analist akredituar. Ta sqarojmë këtë pjesë, po zotëria ka, le themi, të drejtë deri, le themi, ai gjithmonë zoti Gjoka i dedikohet sektorit të tij. Isufi absolutisht që ka një laborator certifikuar për sa i përket analizave të pesticideve, por
për pjesën e asaj që përkon me analizimin e mostrave të produkteve, të perimeve, të frutave e të produkteve tjera ushqimore. Por, akoma nuk e ka tagri që të mbuloj pjesën e, sepse bët fjalë që pjesa më e madhe e tyre tregtohen si herb, ato duhet marrin dhe duhet le të themi të miratojnë pjesën e këtyre standardeve, jo se s'kan kapacitetet, por zyrtarisht ato nuk munden dot. Dhe për më tepër duhet që të fusin në listën e pesticideve, jo vetëm gamën dhe atyre pesticideve që janë lejuar në Shqipëri, por tërësinë e mundshme dhe të atyre të cilat janë të trashëguara edhe përpara 35 viteve. Nëse flasim për pesticidet, kjo është nyja gordiane që ka pas sektori në këto vite. Një nga problemet më të mëdha, edhe i prekur drejt për drejt kanë qenë bizneset, fermerët e tjerë. Dhe të sqarojmë edhe diçka tjetër për këtë pjesë, se kur komunikon me fermerët më së shumti, biznesi ka më shumë problem, thotë zotëri, po çfarë ka ndodhur? Përpara 5 viteve, ti pranoje që në nivelet, le themi në 0,1, 0,2 mg për kilogram ti i pranoje. Se sot nuk i pranon, atëherë ti ke probleme me ne në komunikim, por problemi nuk vjen nga biznesi. Duhet ta qartësojmë këtë pjesë. Në vitin 2020, Bashkimi Evropian ka ndryshuar tërësisht qasjen për sa i përket nivelit maksimal të mbetjeve në produktet e materialeve bimore. Dhe ky standard ka ndryshuar në mënyrë të qëndësishme, të ndjeshme, dhe shkon në nivelet gjurmë të pesticideve, të klorpirifosit dhe normalisht të klorpirifos metilit dhe të gjithë pesticidet e tjera. Gjurmë do thotë në nivelet 0,1 mg për kilogram. Dhe praktikisht për pjesën më të madhe të pesticideve nuk pranohet as niveli gjurmë. Dhe kjo nuk vlen vetëm thjesht për produktet organike, po ky rregull i fortë i vendosur në Bashkimin Evropian është në mënyrë taksative për të gjithë pesticidet, insekticidet, herbicidet, cilat gjenden nivelet gjurmë në produktet e materialit bimor të bimëve mjekësore. Dhe kjo ka qenë një goditje e drejt për drejt që reflektohet pastaj në bizneset shqiptare. Për këto ndryshime nuk e kanë sjell bizneset, nuk e kanë sjell zoti Gjoka apo biznesmen tjerë. Këto kanë ardhur si rrjedhoj e ndryshimit të qasjes së Bashkimit Evropian për sa i përket mbetjeve. Dhe diçka tjetër që ta qartësojmë, në vazhdon e këtyre ndryshimeve që ka bërë Bashkimi Evropian në gusht të vitit 2021, Agjencia Amerikane për Mbrojtjen e Mjedisit ka ndryshuar rregullat për sa i përket importeve të këtyre produkteve në Amerikë, në Shtetet Bashkuara të Amerikës, me të njëjtat rregulla. Dhe këto rregulla vlen, pra duhet jemi të qartu, jo vetëm për produktet organike, por dhe për produktet konvencionale. Problem konvencionale. Çfarë është më rëndësishme që në vitin 2020 kjo rregullore e Bashkimit Evropian kushtozon edhe pranimin në nivelet shumë, le të themi gati nivelet gjurmë të bimëve PA, pirolozin alkaloide. Këto bimë tashmë janë bërë gangren ose problemi shumë i ndjeshëm i asaj që përkon me problemi që ka sot sektori dhe që po ndeshet drejt për drejt bizneset e bimëve mjekësore. Bimët PA janë një grup bimësh përbërësit e cilëve shkaktojnë dhe janë vlerësuar që shkaktojnë problemet që qëndësishme në jetën e njerëzve, por duke filluar nga viti 2020 janë të papranueshme në nivelet, le të themi të gjurmë. Shërbele ka vu 400, po doli 500 niveli, ty s'ta pranon. Mjafton vetëm në nivelet e disa, le të themi gram në një ton, le të themi raw material të shërebeles, dhe kjo shërebel del e ndotur, tashmë jo nga pesticidet, po nga prania këtyre bimëve, të cilat gjenden rëndon. Dhe duhet kuptojnë dhe diçka, bimët nuk kanë ardhur sot, ato bimë aty kanë qenë në gjithë ekzistencën e tyre në mijëra vite. Por studimet e viteve të fundit i kanë ndaluar dhe kanë kushtëzuar pranimin e këtyre bimëve në materialin mesar. Do të shkojmë një hapësirë publicitare edhe kthehemi pas pak me zotin Gjoka. Reklama. Jemi sërish në alert në këtë pjesë të tretë dhe po flasim për problematikat ose alertet që rezultojnë her pas here në BE të produkteve shqiptare, konkretisht të bimëve mjekësore dhe medicinale. Zoti Gjoka, profesori, përmendi disa problematika, po ju jeni ata që jeni çdo në terren, në kuptimin qoftë për bizneset antare shoqatës, qoftë për eksportuesit, qoftë rastet tuaja. Ku qëndrojnë problematikat më të mëdha? Tek pesticidet dhe të salmonela, apo në çfarë produkte? Salmonela, mikrobiologjiket janë të zgjedhshme. Edhe ata që kanë këthë mund të këshën zgjidh brejt brenda Gjermanisë, sepse shumë kompani të mëdhaja në Gjermani kanë pranë kompanive tyre sterilizim, kapacitet sterilizues, ose
ka kompani cilë kryejnë këtë shërbim për përpalen e tretë. Unë do thëja dhe bëja thirrje se gjithë problemin e kemi me Ministrinë e Bujqësisë, me këtë që i licencon dhe certifikon këta alla agronomët për quj, të cilët shkon fermeri për ta pyetur se çfarë se mund ta luftoj këtë bubullet apo këtë insekt, edhe ai thot i jep ilaç i cila është ndalum nga Bashkimi Evropian. Thirrja ime është se u kam bë edhe në valve televizive, por dhe në trajnimet që kam bë. Mos i ndëgjoni këta njerëz, por drejtohuni sepse gjithë ju vetë, apo dhe fëmija juj, kanë telefona, futën internet dhe ke gjithë informacionin dhe mund t'i thush, jo më zotëri se ky ilaç që mu m'jep, ky produkt, po ta çojë kompania eksportuese apo në hymin Bashkimin Evropian, edhe një mini fermer që mund bëj 5 ton moll, ka drejt me shit si në Laç, si në Hamburg. Dhe nesër mu më shfashin këto probleme. Shkojnë për të tha bari, shkojnë për të mytë mitë, për insektet, dhe përdorin atë sprajtin qa. E ndesh kudo, në zhëvend. Dhe nëse këte e kanë seriosisht, që ta shpëtojnë industrinë e bimëve, por është me vogla industrija e bimëve, po të analizojmë që nuk të hamim panik qëfar konsumojmë në salatra dhe në gjona tona. Apo aqë më tepër, që ne kena në Shqipëri, që në hapë si kërpudhat qindra dyqane me bim, bio, dhe po jo garantoj, që në shumicë e tyre vetëm qoftë rasti bio nuk mund gjatë. Sigurisht bio nuk ka. Si mund të gjash bio e ti, kur ky produkt e kena morë njëjtin vend lushnje, si ti se unë, ty të del ka bio, mu më del ka me pesticide ose me salmonellë. Pra, thirrja është që ne kena dhe tregun tonë, por thush, se kur nuk kena mundësi me komision ta marrim produktin e fabrikës dhe ta qojmë, si shkini njek ju alert me protokoll, dhe me shunë laborator dhe me thonë po, produkti Filipi kompani apo X-it ka këte ngarkesë zotëri në rumë konsumator, aja drejtja jote ndesh ble, ndesh mos e ble. Dhe ndalimi i këtyre qovë dhe me mbyllje të aktivitetit, qovë dhe me gjoba dhe me burgim, këta falsifikator që joshin fermeret dhe në mënyrë të pa ditur ata i marrin, i qojnë për parcele tyre dhe një në arsyet sot që edhe Shërbela, që a problema i madhë i koplikut, nuk ka e vetë mja, por është një në rëto, është edhe kjo problemi i këtyri përifori. Së është problem Shërbela? është problemi madhë, sepse është kultivuar një sasi shumë e madhë se që është. Pjesa tjetër, heqja e barave të këqia, për i thëna, PATA, tani kërko fushi punëtore, fushia punëtore ka shku 25 dhe 30 euro për një ditë pune, mundësia për ta eliminuar shenar këtë bimë, sa të bimet PATA ka një të mirë, nuk ka se pesticidet. Nëse ne morëm 100 kg malë këtu, dhe a heqim me dorë gjitha llojet e barava, e qerrojmë, si shka shenë bon Shërbela dikur në pikat e grumbullimit, dikur kur kishë fushi punëtore, apo Ideusën, apo Hithrën, nuk ka këtë vinë bimë të landë atë. Por arrit mungesa shumë e madhe e mekanizimit, apo të ardhë keq, janë disa edhe organizma ndërkombëtar të cilët shkojnë marrë një projekt në një shtet huj dhe janë ba si organizmat tonë cilat vine i vjedhen, i shpërderojnë dhe nuk merren me zgjidhje këtë problem, por o burra, aktivitete, seminare, qendra për panajire. Unë nuk kam shku tani në një panajir të madh që bëhet në vend. Sepse s'kam që të afroj. Ajde më thotë, unë duhet produkt të garantuar me gjitha parametrë, ku ta marrë, dhe kur nuk kam ne, që jemi kompania me madhe, grumulluese, përpunëse, eksportuese, çfarë mund t'i thush disa qapaqullave se ti merë. Dhe këto fonde shkojnë gotë, në vetë si me shkue, tek përmirësimi i kësaj. Të shtoj diçka, le themi për... Spari
ne duhet kuptojmë që jemi në ekonominë e tregut dhe duhet ngjojmë zërin e sektorit. Pra zëri i sektorit është jo vetëm thjesht zëri i personave, po është zëri që të çon, le të themi, gjithë problematikën që lidhet nga pjesa bazale, ku janë fermerët, grumbulluesët etj. Dhe të gjithë pjesa e zinxhirit të prodhimit. Spari, kjo është shumë e rëndësishme. Dhe së dyti, bazuar në këtë që sapo thash, të paktën qasja e institucionit ku unë jam, Universiteti Bujqësor Tiranës, ka ndryshuar, le të themi, tërësisht për sa i përket komunikimit me sektorin dhe ofrimit të asaj që përkon me teknologjitë dhe njohuritë e duhura në ndihmë dhe në suport të sektorit. Duhet të sqarojmë diçka tjetër shumë të rëndësishme në pjesën e kultivimit të bimëve. Ne po flasim për kultivimin e bimëve mjekësore. Kemi folur shpesh me zotin Filip edhe me partnerë tjerë të sektorit. Kultivimi i bimëve mjekësore është tërësisht i ndryshëm nga kultivimi në bujqësi. Ne shkojmë, për shembull, edhe zoti Filip shkon, se të tjerët shkojnë thonë tek fermerë dhe fermeri thotë unë i di. Normal, ai di të kultivoj tokën. Ai di të mbjellë grurin, ai di të korri misrin, ai di të pjellë patatën. Por ai është e pamundur që të njohë standardet e qëndrueshme të kultivimit bimëve mjekësore. Janë një sër rregullash tërësisht të ndryshme nga rregullat normale në bujqësi, të cilat kushtozojnë edhe disa standarde agronomike, të cilat janë tërësisht të ndryshme nga bujqësia intensive. Nëse në bujqësinë intensive tek perimet, tek drufrutorët, tek perimet sera, është e lejueshme të përdorësh pesticide, insekticide, në nivelet e duhura, që kanë karencën e duhur, është tërësisht e ndryshme tek bimët aromatike mjekësore. Niveli i përdorimit të tyre është 0. Nëse në bujqësinë, le të themi intensive, ne mund të përdorim brenda standardeve, brenda normave të lejuara, plera kimike etj. Në bujqësinë e bimëve mjekësore, nuk lejohet të përdorësh plera të cilat janë plera të cilat nuk kanë origjinë organike të tyre. Pra kjo është diçka thelbësore. Edhe këtu tani është edhe roli i Ministrisë së Bujqësisë dhe roli i gjithë rrjetit të ekstensionit, i cili këto njohuri duhet i përvetsoj e duhet t'i standardizoj, duhet i bëj pjesë komunikimit vet për t'i tequar ashtu siç duhet tek fermerët që merren me bimët mjekësore. Pra kjo është thelbësore. Së dyti, gjithmonë në këtë vazhd, ne së bashku me sektorin nuk kemi bërë vetëm thjesht qasje për të organizuar evente së bashku, por në bashkëpunim të ngushtë me ta, kemi realizuar në vitin e kaluar, kemi përgatitur një manual, një kompendium, i cili ka të bëjë me të gjithë standardet e kultivimit bimëve mjekësore dhe aromatike. Është një hyrje në praktikat e mira bujqësore. Pra, kemi bërë të mundur që të përgatisim të gjithë rrugtimin që duhet përshkruaj prodhimi i bimëve mjekësore në fermë. Të gjitha standardet që duhen, por të tequara në këtë manual në gjuhën e fermerëve. Dhe kemi pasi bashkëpunim të mrekullueshëm me sektorin dhe besoj që këto janë hapat e duhura. Tjetër që është shumë rëndësishme, duhet kuptohemi. Unë kam rreshtuar disa njohuri që duhet ketë një fermer bimëve mjekësore. Ai duhet ketë njohuri, ai që merret me bujqësinë e bimëve mjekësore. Njohuri për specien, për varietetet, për cilësinë e tokës, për teknologjinë e kultivimit, për plerimin, për insektet, për mbrojtjen e bimëve, për korrjen, për ruajtjen, për standardet të cilat kanë bëjnë me mekanizimin. A mund të do të njëri i vetëm të ketë gjitha këto standarde në mendjen e tij? Absolutisht se jo. Dhe kjo është arsyeja që ky manual besoj do të jetë ndihmë sektorit. Dhe për më tepër së bashku me sektorin, me shoqatën e bimëve mjekësore, kemi menduar që të nisim që të bëjmë të mundur një iniciativë tjetër të rëndësishme për sa i përket bimëve PA në Malsinë e Madhe. Ne kemi nisur një program të financuar nga qeveria shqiptare për të vlerësuar të gjithë bimët PA në Sherebel, në Lavandulën, në gjithë bimët e kultivuara në Malsinë e Madhe. Gjithçka, ne do të bëjmë mundur identifikimin e këtyre bimëve dhe mënyrën se si dhe ku është koha më e përshtatshme për t'i evituar, për t'i hequr, për t'i shkullur nga fusha. Dhe plus kësaj, kemi biseduar shpesh për mundësinë e gjetjes së zgjidhjeve tjera, të themi të asaj që përkon me mundësinë e mbjelljeve të bimëve sekondare tek bimët mjekësore për ta anashkaluar problemin e bimëve PA. Do të jetë një luftë e përhershme, është një antagonizëm ndërmjet prodhuesve dhe pjesës së natyrës. Natyra janë bimët PA dhe dëmtuesët në fushë
dhe antagonizmi lidhet ngushësisht me mënyrën se si ne do ta trajtojmë këtë problem dhe si do suportojmë sektorin që të shkojë përpara. Në një histori më herët që më ka treguar zoti Gjoka, lidhe me Pogradecin, mos gaboj, që një fermer me cilin kishte një marrëdhënie bashkëpunimi zoti Gjoka, nuk përdorte, po themi, pesticide etj. Në një kulturë apo plera kimike, një kulturë që bimesh mjekësore që kultivonte. Sa i rrezikshëm është kontaminimi i këtyre produkteve dhe nga pjesa rreth rrotull, dhe edhe kontaminimi më hershëm i tokës që shumë fermerë nuk e dinte. Për shkak mungesës analizave. Ky shembull që ka dhënë zoti Gjoka është një shembull me të vërtetë që duhet përshëndetur, absolutisht se po. Por njerëz tillë që janë kaq le themi njerëz të kujdesshëm që bëjnë të pamundurin që të respektojnë gjithë rregullat, janë përballë disa problemeve të cilat nuk lidhen nga ata. Pra, ferma e tij nuk është një ishull i izoluar. Ferma e tij është në mes të një bujësie intensive. Aty afër mund të jetë, le themi, ngastër me mollë, me patate. Le themi mjafton të fryj era dhe nga ngastra, duke qenë që nuk ka mure mbrojtëse të gjelbra, në pjesën e asaj që përkon me parcelën, po është e pamundur që ti të ndalësh fluksin, le themi, të sprajtit të ndotjes tjetër. Ujtit, se ti kush ka vadit qepet, vjen të cjanja Një nga problemet më të forta që kemi është pikërisht përthjesa e përdorimit të ujit, ndotjes së ujit, ujrave nëntoksore, të cilat janë pa kontrolluara. Kjo është ajo, profesor thash, në këtë ndërmjetësin e financimeve të huaja që kanë dhënë ata taksa pagues. Nuk vjen që me morë një fermer, përzidhe ti, mos e përzidhe nga Filipi apo Albani. Edhe thuj, po, unë do vit, si që keni propozuar edhe ndërtuar të furret me CNV-n që kanë dalë jashtëzakonisht të mira. Ai ka qenë iniciativë shumë e bukur që kemi bërë. Për të falënderuar dhe zotin Janaç që është morë me. Kemi pasi bashkëpunim shumë mirë dhe kemi realizuar diçka inovatore. Edhe ekonomike dhe inovatore. Atëherë, morëm një fermer që ka 10 hektare sipër. Hajde, i përket edhe vendet dhe universitetin në punë për këta. Bojmë një pus. Sa i thellë do t'jetë ky pus? Që ne të vëmë pomë dhe ujtin, si që u kam bo dy vetën, edhe ky uj, ta gjellëm të analizojmë i thonë, jo, këte sipërfaqe toke, që i ka shku gjithë mundëimi kotë, se tjetëri 2 kilometër më tutë e ka vadit qepet, dhe ujti ka një kanal dhe ka ardhë, dhe që cili për halën e vetë. Dhe këto financime, janë të lanë me i fermerë në mëshirë të fatët. Pse nuk mundëm i dotë, që të sjellë motorkorë se që të përshtatën të në tulim kosën e tyret. Dhe çfarë të boja i fermerisht? Është vërtet. Po vetëm se besoj edhe të huajt duhet të kenë një farë orientimi nga institucionet tona. Për ku janë nevoja më të mëdha. Shqipëria për të thonë vërtet na kthye shesh. Kushdo që vjen këtu e ka më të kollaj profesorit që është një donatore që në këtë fushë shembulli që dha zoti Gjoka për shembull është shembulli i një donatori. Pra ne kemi bashkëpunuar me SNVP-n edhe kemi bërë të mundur që për herë të parë në Shqipëri të ofrojmë sistemet e tharjes tërësisht inovatore, me energji diellore, të pastër, me kostot zero për fermerët dhe me standarde cilësisë që janë të mrekullueshme. Një pjesë. Pra ka shembuj pozitive, nuk mund të themi dot. Ka filluar tani dha në shkallon Filip sekretari i industrisë, sepse thotë Filip nuk e takojmë dot pse? Se këna kërkon. I tham, ju keni marrë këtë financime. Pakt 20% dërgoni direkt drejt për drejti te ky fermer. E kam thonë disa herë, ore vjen ndotja, ne kena problem me glutenin, e cila për alergjikit është problem. Dhe po më të thasë që ka fut millën e grurit, që ka qitë bukën, se njerëzit ma të varfë me ekonomi, do merë me bimë meksorë, në merë që ka vila, e makine shtrajta. Dhe hajde, jep jau atje, mos që jep kryetari shoqatës, fare, po i zgjidhët ti, hynë merë të tatimet, 20 fermerë në Pogadet, 30 në Devoll, 100 malësit madhe, në gjire ka të thuj po, unë si donator, kam vendosur që 200 copë ambulash nga timor nga një fabrike cila është certifikuar nga Bashkimi Evropian, t'ja u japë, ose kam përzjedhur 20 fermer, ndesh përbime, ndesh edhe që kanë baktin, mi u bo pusët e ujtit. Tani, merë katonarin, e ven maj avionit, e shkoshën në panajrë. Dhe i thotaj, ore nuk jam këtë panajrjeve,
Po thot, zotëri, ke produkt më shkoti atje s'ke? Shkun të mund kjo? Me gjithë respektin për ata që jetojnë katonde. Jo, nuk kam shumë jam vetë shotar, nuk kam mësim. A i vi nga atje. Të shtoj diçka për këtë që thotë zoti Filip për shembull. Ja, marrim vitin 2020. Ne takohemi shpesh së bashku në çdo panajir në Biofat paktën edhe sinqerisht unë kënaqem kur shikoj kompanitë shqiptare që prezantohen atje. Pra, është zoti Filip që disa ta kemi të regjistruar tani dhe ta përdorim. Kur do merrni edhe mua? Që vitin që vjen. Por regjistrojeni mbajeni mos e fshini. Vetëm diçka duhet të shtoj. Në vitin 2020, unë atë panajir pash pjesën e trendit asaj që përkon me ndalimin dhe deri në nivelin gjurmë të pranisë së pesticideve tek produktet e bimëve mjekësore, edhe ndalimin e përmbajtjes së bimëve PA brenda këtyre produkteve. Askush nuk ja tha fermerëve këtë pjesë. Pra, normalisht në ditëlla panajire duhet marrin pjesë përveç se bizneseve. Jo vetëm kjo, flas duhet marrin pjesë edhe ata të cilët të marrin informacionin dhe këtë informacion ta shpërndajnë në gjithë pjesën e networkut duhur. Zotëria punon pafund për pjesën e sektorit, por nuk është detyra e tij që të shkojë pafundësisht, se nuk do nda dot në 400 copash aty në panajir, sepse panajiri nuk është vetëm thjesht për bizneset, por ka panajiret e inovacionit të mekanizimit, ka informacion përse përket sigurisë ushqimore, ka pjesën standardeve të cilësisë, ka pjesën asaj që përkon me standardet të prodhimit materialit mbjellës. Pra që do thot, atje në panajir do të marrim pjesë të gjithë dhe do të kemi përfaqësuesit e duhur, të cilët këto informacione, këto risi, këto ndryshime që ndodhin, të vinë në kohën e duhur tek biznesi, të vinë në mënyrën e duhur tek biznesi dhe vendimarrësin të marrin vendimet e duhura në kohën e duhur, sepse biznesi në 2020 ka qenë përballë disa fakteve me vërtet shumë problematike, janë kthyer pafundësisht produkte. Për shkak të uljes së normave. Patjetër, nuk ka qenë të painformuar. Por le të them mesazhi u dha që në shkurt dhe ky mesazh nuk u tequa tek hallkat e le të themi. Po edhe Shtetet e Bashkuara, sepse përmendet në fillim që kanë ulur normat, kanë rritur masat. Tani çfarë ndodh? Dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ne kena pas FEDAN e cila vit e herë në 5 vjet, herë në 6 vjet. Tani ja kthye e përvitshme. U kam trup certifikimi, sa e radhë, e cila zbret jo me 1% 2%, zbret me delegacion për të kontrolluar dhe për të testuar, sepse Shqipëria është portokalli. Jo portokalli si bujnë në morë, po ka kaluar në sinjalin nga problematikat që kanë dalë janë shfaqur. Dhe për këtë kam kërkuar vëmendjen e duhur. Ne kemi patur fat që kemi profesor si Albanin dhe monitoron dhe mban gjithë, ju detyron të zbatoni protokollin dhe ju mëson. Dhe na ka animuar dhe po na animon. Japin suport njëri tjetrit. Pavarësisht se ka deshko dhe mentaliteti i jon të ndryshoj, sepse po të kisha këtë mentalitet që kam sot para 20 viteve, ju sugjeroj që ishte edhe 30% më përpara, por kur doli problemi i PA-vet, ne nuk e morëm seriozisht, po tham, hajtë se jonë si ligje këtë të utallë. Por atë ky ligj që vendos, e cila na morën mshaf, ne dhe shumë vendet e botës, gjithë Evropa është. Kjo të kërkoj dhe nuk do hiqet, jo kam thënë dhe kompanive të mëdha, pa bashkuar shumë para për të vendosur, për të vu shkencën, se nuk e heq dot, që kur t'ishe sot ti dhe kryetari i Parlamentit Bashkimit Evropian, ti nuk e tagat a heqesh. Qofse hiqet me lobime, nuk besoj se ka mundësi Shqipëria. Jo pjesë, po Shqipëria, jo. Kompanitë e mëdhaja të cilat tashmë kanë filluar më prek. Ndërkombëtare. Ndërkombëtare. Dhe duhet paguaj që modeli profesor, siç është, thotë po, zoti ndërum. Ky 2 gram apo 5 gram apo ky çaj që ne konsumojmë në vet, sa përqind rreziku dhe sa vet na vdesin në vit. Pra, është vendosur a propozuar nga dikush, është edhe atje mos më thoni se i pjesë e ligjeve banë edhe atje gati si këtu sepse ka atje burokrat. Vendosën. Sigurisht, lobime nga është historia e studimeve, dikush
Disa studime thonë mos se konsumoni mishin e kuq, pastaj disa tjera të bardhë në çështje influencës. Megjithatë jemi para fakteve dhe Tani ka vë fakt kremaj. Pra folëm për Evropën 2020-ën, kjo që tha po zoti Gjoka është e vërtet, edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës në gusht të 2021-shit kanë parafruar ligjin eksaktësisht si Bashkimi Evropian. Dhe problematikat cilat gjenden sot në komunikim me Bashkimin Evropian janë edhe në Amerikë, sepse toleranca ndaj pranisë së klorpyrifosit dhe gjithë pjesës së pesticideve dhe insekticideve është zero dhe në tregun amerikan. Ata kanë ndryshuar ligjin eksaktësisht si ligji në Bashkimin Evropian. Klorpyrifosin e kanë quar zero, s'do të ketë gjuhë Zero. fare. Do thot zero tolerancë. Zero tolerancë. Në Shqipëri është e pamundur. Shumë është mjaft, e kemi mjaft vështirë. Shumë vështirë. Unë them që përsëri sektori do ta gjej veten sepse sektori ka një qasje e cila shpeshherë shkon larg edhe asaj që përkon dhe me ndjesinë dhe pritshmëritë tona, sepse shumë herë sektori shkon në pjesën e inovacionit shumë lart edhe shumë përpara. Dhe besoj që do ta gjejmë pjesën e zgjidhjeve, të cilat për mua lidhen ngushësisht me çfarë? Lidhen ngushësisht me respektimin e gjithë shkajeve që ka të bëjë me praktikat e mira bujqësore dhe duhet të rrisim pafundësisht pjesën asaj që përkon me standardet e mekanizimit. Standardet e mekanizimit, rritja e eficiencës mekanizimit dhe pas vjeljes do të mundemi. Nuk kemi, për vetëm një kompanie në Koplik që ka fillu korrën e lavandullës me mitë e tjera, kostoja me lartë e ma sot për sot që është në industri tonë, është vjelja e prodhimit. Po, sepse ajo rrit kostot. Dhe tharja jashtë, e cila janë dhënë disa projekte me disa minifurra, por minimumi duhen edhe 250 furrat e tjera të instalohen. Ministria e Bujqësisë duhet marrë këtë iniciativë, që duhet të suportojmë. A ka mundësi, ti që ke grup fermersh, duhet keni 3 furra tharje. Nëse produkti i vjen, unë e kam provu, kam morë mallën nga fushat, sepse unë si kompani kam vendosur në bilancë kash fond e cila është për hulumtim, për zbulim dhe për analizimin e perspektives. Dhe del, kjo që merë direkt e njomë dhe vjene futën në furë dhe thahet, po në është protokoll edhe në fabrik e higjienës, ti s'ke salmonel, mundësia mëkut është me vogël. Shkon gati zero. Kurse kjo që a thanë to, ka hip gomari, ka hip maca, ka hip pula, atëre, kjo vjen dotur. Pikërisht do t'ju pyesja në fakt se përveç investimeve të mundshme që mund bën ju, kompanitë, pra aktorët e këtij tregu, edhe a e cënon prap gjithë zinxhirin edhe fragmentizimi. Pra unë mbledh 50 kg sherebel, qoftë edhe tegër, në mal dikush lule blini, me qenë se është koha tani, dikush çaj. Bimte egra, profesor, bide shqyqyra ta kena edhe pak njerëz që kanë ngjerë akoma gjallë, kanë metë ca njerëz gjallë, kanë metë ca njerëz në përfshatra, sepse për 5 vjet, 6 vjet, s'do kesh njëri në përfshatrat larg ta, sepse djemë të ri kanë ikë. Ska që do vinë ganes, se më duket e kishin 17-18 vjeç mosën mesatare, Ghana, nuk e di një vend afrikan. Ghana do vinë për turizm, do vinë me hip më bjeshtë vetë atje tjetër, dhe fragmentazim duke për bim të egra kjo do ekzistoj. Problemi është, si që djetë të nuk e të nëshojmë, unë kam qenë një shtetë huj dhe kishe 400 hektar. Që i punonte me 8 vetë, me një zitor shumë fuqishëm, ku bante ujitjen e korrjen e tharjen që të kemallën, por 400 hektar ti nuk më një banë sot me të dhonë dënjonë, sepse kështë ka 5 dëllim këtu, këtu në të hapë rrugë, është gati me adhonë nga nezet e ty step për të bashku token, dhe kemi këto problemin fragmentarizimit cile ka shemë mjaftë e vështirë për të i bërë dhe 5 fermera për 6 fermera bashkë, që të kenë një pusujtit, që të kenë një makinë korse, dhe kjo thile i meshë, edhe për Asheberen. Edhe nga 30 sekunde e kini me mikë në fortiri për ta mëzuar. Gjithë dikasire tjera, hajde të nimojmë këta njerëz dhe të bim mjetë që të rrisim rendementet. Profesor, në fund. Mendoj që gjithçka që mund të bëjmë në këtë momente është të suportojmë në maksimum në mundshëm sektorin. Universiteti Bujqësor i ka krijuar gjithë facilitetet e duhura. Për informacionin tuaj po ju them që kemi investuar shumë dhe në pjesën e saj që përkon me seleksionimin e materialit mbjellës, ofrimin e standardeve duhura të materialit mbjellës dhe për më tepër gjithë ato standarde që lidhen me çdo hall të zinxhirit ushqimor do të bëjnë që të rrisin në mënyrë signifikante pjesën e prodhimit dhe ajo që ne duhet të realizojmë është
të ofroj mundësin njerëzve që jetojnë në zonat rurale, të jetojnë në mënyrë të qëndrueshëm, me sipërfaqe të tokës që kanë, por duke u ofruar mundësin e rritjes së performancës së kultivimit për sa i përket pjesës rritjes së cilësisë tyre, sepse rritja e cilësisë sjell drejt për drejt dhe pjesën e rritjen e të ardhura për fermerët. Dhe çfarë është më e rëndësishme, ta them fjalën e fundit, kjo do të sjellë edhe uljen e presionit në zona natyrore dhe besoj që dal nga dal edhe pjesa e migrimit do të bëj punën e vet, besoj. Ka bon. Patjetër. Profesor Albani, faleminderit që ishin ale. Kënaqësi edhe për mua. Faleminderit shumë. Faleminderit nga ju. Të nderuar shikues, ky është fundi i programit për ditën e sotme. Shpresoj që përveç pjesës parë sigurisht, por edhe dy pjesë e dyta t'i kenë shërbyer sadopak edhe sigurisë ushqimore në tërësi përveç biznesit e tjera, sepse nesër data 7 qershor përkon me ditën botërore të sigurisë ushqimore, e cila është një ditë ndërkombëtare në fakt që ka për qëllim rritjen e ndërgjegjësimit të gjithë aktorëve të mundshëm në gjithë industrinë e prodhimit, tregtimit, përpunimit e gjithçka tjetër që lidhet me ushqimin në gjithë zinxhirin e saj për të prodhuar ushqim të sigurt për popullatën, për popullatat në tërë botën. Në këtë rast edhe ne si që Andra Alert, fakti bëjmë një thirrje Ministrisë Bujqësisë, Autoritetit Kombëtar të Ushqimit dhe gjithë institucioneve tjera, përfshirë dhe operatorët e biznesit ushqimor të cilët në fundit e kanë detyrë ligjore, që të rrisin të gjitha standardet, qoftë prodhim, tregtim, magazinim, monitorim, inspektim e gjithçka tjetër që lidhet me sigurinë ushqimore. Dëshimit të premte në ardhshme në 21 deri atëherë mirupafshim.